Pushteti në Serbi mund të shfrytëzojë elemente destruktive për të nxitur incidente në Gazimestan. Sipas vlerësimeve të institucioneve tona të sigurisë dhe të inteligjencës, ka përpjekje që tubimi në Gazimestan të jetë sa më masiv. Prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Serbia, Mali, Zi dhe Bosnia Hercegovina që të vinë në Kosovë nesër. Tradicionalisht, grupet e tilla kanë qenë provokuese duke bartur simbole nacionaliste serbe e ruse që bien kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe janë gjithashtu dhe kundër vlerave demokratike dhe evropiane. U bëjmë thirrje të gjithë bashkëdhetarëve tonë që gjithashtu të mos bien prej asnjë provokimi nga kushdo qoftë në ditën e nesërme. Tubimet për shënimin e Vidovdanit duhet të organizohen në përputhje të plotë me ligjin, jo të shndrohen në një mjet për instrumentalizim politik nga autoritetet në Beograd, të cilat tentojnë të eksportojnë krizën e tyre të brendshme politike përmes provokimeve në Kosovë, vetëm për të paraqitur më pas si këndse mbrojtës të interesave kombëtare të tyre dhe të serbëve në Kosovë, dhe nuk do të tolerojnë veprime që cercenojnë rendin, sigurinë dhe paqen publike në Kosovë.